Shoqata e Ndërkombëtare e Policisë është krijuar në 1950 nga një polic anglez. Dhe nuk është sekret, ai po udhëtonte me tjamën për ta dërguar në një spital dhe shkon në aeroport dhe i thot policit tjetër, të lutem, thot, a mund të kaloj pak përpara, thot, se nana ime se vjetër, nuk rrit dot në kam. Dhe polici i shërbimit i thot, are, thot, unë për kolektimin e loj aeroplanin, jo me kalu paradhi. Dhe nga kjo shprehje, tha, pse mos kemi dhe ne shoqatë policore, siç kanë avokatët, kanë farmacistët, kanë juristët, kanë gjithë. Dhe në 1 janar në 1950 ky e krijoi. Po mendo, 5 vjet mas përfundimit luftës. Pa i thonë 75 vite histori. Po, 75 vite ka bën 1 janar. Dhe domethënë situata ishte një Europë dalë me pas luftës, me atë urrëtitjen ndërmjet shteteve dhe kombeve të cilët ishin përfshirë në luftë si kundërshtar njëri tjetrin, pra me ato gërmadat që akoma nuk po mbylleshin, dhe ky polic, ky luftëtar, si thosh, sepse policët janë luftarë në kohë paqe. Nuk është ushtari me vërtet lufton, kthehet betejë, po polici është në luftë, dhe ky polic hodhi idenë dhe krijoi këtë shoqatë, madje për këtë është dekoruar 2 herë nga mbretëresha e Anglisë, dhe gradualisht IPA në gjithë botën u hap me shpejtësi të jashtëzakonshme.